me trajnerin e Vllaznisë në voleboll për meshkuj Artan Kalaja, profesor, kishte një transfer shumë të vështirë në Shijak përballë Rëzenit, një ndeshje me probleme dhe nga ana gjykimit sipas informacionit, Vllaznia u mund. U mund, kjo fitore na ka kushtu pak për renditjen e kampionatit, por nuk na ka largu për luftën për kampion. E vërtet, pat me probleme me arbitrimin, sepse gjyqtarët u mundun të ishin ata protagonistat e lojës, jo të ishin lojtarët. Ai gaboi në rast të kyçe të lojës. Ne me të vërtet luajmë ndaj një skuadrë shumë të fortë, shumë të përforcuar në fazën e dytë, por gjithsesi ne patëm mundësi edhe të ishim fituesa. Kjo na ban për me luftu më tepër, mu stërvit më tepër, për me kenë edhe më të qartë me objektivat tona, por gjithsesi objektivat kryesore që janë finalist të kampionatit kombëtar të këtij viti, ne nuk jena larg tyne. Kemi edhe 2 ndeshje shumë të forta në fundin e kampionatit, këto 2 javë janë pushim. Kemi ndeshjen me Tiranën në Shkodër dhe ndeshjen me Partizanin në Tiranë. Gjithsesi, këto 2 ndeshje janë shumë të rëndësishme, por nuk janë determinuese, sepse loja më e bukur e ekipit duhet me kenë në fazën e para play-offit, dhe kështu që ne mendojmë që edhe lidhja me 2 lojtarët e huaj që ne kanë ardhur në fundin e janarit të jetë edhe më mirë dhe të japin frutet e veta. Gjithsesi, ne bëmë një analizë të kësaj ndeshje, pavarësisht që arbitri vendosi për fitoren e Shijakut, ne nxorëm ato gabime që kishim dhe do të mundona që gjatë tyne stërvitjeve t'i përmirësojmë dhe mos t'jemi ma skuadër që diskutojmë fitoren, por ta fitojmë fitoren. Ta fitojmë ndeshjen. I 30-28 humja setit parë, 25-22 fitoria setit dytë nga ana jonë, 25-23 kemi humbë setin e tretë dhe 25-23 na ka humbë arbitri setin e katërt. Por gjithsesi ne nuk duhet ta lajmë ndeshjen të shkojnë në këto momente, ta zgjidhim më shpejt se sa duhet dhe mos ketë mundësia së arbitrimit të ndikojnë në unë nuk tham se është bërë me qëllim nga arbitrimi, por mosaftësi ndoshta atyne ose edhe ato janë të emocionuar dhe ndoshta ndikojnë nga presionet e ndryshme. Gjithsesi kjo ka kalu dhe ne shpresojmë që të bëjmë më të mirën e mundshme. Profesor, faleminderit. Faleminderit.